Galatasaray bëri një nga surprizat e mëdha në Ligën e Kampioneve duke triumfuar minimalisht në shtëpi ndaj Liverpoolit. Përveç rezultatit vëmendje të madhe morën edhe tifozët turq, të cilët ishin të zjarrt gjatë gjithë takimit. Ata shpalosën edhe banderola me mesazhe të forta në lidhje me luftën në Gaza. Lërinit jetojnë fëmijët në Gaza, liri për Palestinën, dhe nëse Jerusalemi nuk është i lirë, bota është në robëri, ishin disa nga banderolat e tifozëve të Galatasarayt. Këto kanë bërë xhiron në rrjetet sociale, ndërsa klubi turk rrezikon dënim nga UEFA që në rregulloren e saj nuk i lejon mesazhet jashtë futbollit.